Po si parti ne e kemi mbështet këtë ligj në Kuvendin e Republikës së Kosovës. Megjithatë, ne nuk i besojmë Albin Kurtit, sepse zoti Kurti çdo ligj që është kriju në Kuvendin e Republikës së Kosovës, çdo iniciativë që është kriju në Kuvendin e Kosovës, madje edhe çdo vendim që ka marrë në qeveri, ai kurrë nuk i ka implementuar. Kështu që as sigurimet shëndetësore Albin Kurti nuk do t'i implementojë në praktik, njëjtë që nuk e ka kryer autostradat, njëjtë që nuk e ka kryer infrastrukturën, njëjtë që nuk e ka kryer edhe 100 punë tjera të shtetit të Kosovës. Prandaj ne nuk i besojmë këtyre. Këto janë vendime të sekondave të fundit, këto janë vendime të minutave të fundit për të blerë edhe ndonjë votë të mbetur. Tezgat e pazarit të votave ai tashmë ka hapur, mirë po qytetarët e Republikës së Kosovës janë duke bojkotuar këto tezga, sepse ata kanë dignitet, ata nuk shiten, ata nuk blehen dhe ata kërkojnë ndryshim dhe kërkojnë që të dalim nga kjo krizë në të cilën na ka futur zoti Kurti. Patjetër, Partia Demokratike e Kosovës ka investuar shumë këtë ligj, ka punuar shumë këtë ligj, ka bërë shumë amendamentime të këtij ligjit, e ka pasur vizionin se si duhet të implementohet ky ligj, edhe është premtim elektoral i Bedri Hamzës që ky ligj do të implementohet pik për pik në praktik në Republikën e Kosovës, po këtë mund ta bëjë vetëm Bedri Hamza dhe PDK-ja dhe këtë nuk mund ta bëjë kurrë Albin Kurti, ashtu siç nuk e ka bërë as me autostrada, as me projekte të tjera. Po shëndetësia për tash 6 vite është në një krizë të thellë të cilën ka futur zoti Kurti, nuk kem bana në përshumicën e ambulantave, nuk kem bana në qendrën kryesore spitalore në shumicën e qyteteve të Kosovës. Kemi probleme shumë të mëdha me gjëra elementare. Kemi shumë pacientë të cilët nuk trajtohen në Kosovë dhe ikun nga Kosova për të trajtuar jashtë. Kemi pasiguri shumë të madhe të pacientëve në Kosovë. Prandaj është shumë e rëndësishme që ky ligj të jetësohet dhe të implementohet, por kjo mund të bëhet vetëm me PDK-n, vetëm me kryeministrin Bedri Hamzën.